Donald Trump nuk po rrëzohet sepse Amerika po ndryshon. Ai po rrëzohet sepse vetë modeli politik që ndërtoi mbi frikën, përçarjen dhe kultin personal po konsumon themelet e veta. Ajo që për vite me radhë u paraqit si një revolucion kundër establishmentit amerikan, sot po shfaqet si një krizë e thellë e vetë Partisë Republikane dhe lodhje e heshtur e sistemit amerikan ndaj politikës së kaosit permanent. Rënia Trump nuk do të vijë domosdoshmërisht nga një humbje elektorale spektakolare apo nga një proces gjyqësor. Ajo po ndodh gradualisht, përmes erozionit të besimit institucional, përmes konsumimit të aleatëve të tij dhe përmes frikës në rritje brenda elitës, se trumpizmi po shndërrohet në një armë elektorale, në një barrë strategjike për vetë Amerikën. Për më shumë se një dekadë, Trump arriti të dominojë skenën politike amerikane duke shfrytzuar dobësitë e demokracisë moderne, zemërimin social, polarizimin mediatik, krizën e klasës së mesme dhe mosbesimin ndaj institucioneve tradicionale. Ai i kuptoi më mirë se të tjerët këto plagë dhe i përdori me brutalitet politik, por historia amerikane ka treguar vazhdimisht se sistemi në SBA mund të tolerojë figura të forta, por jo figura që tentojnë të zëvendësojnë vetë sistemin me kultin e individit. Pikërisht këtu nis edhe fundi i Trump. Në fillim republikanët e toleruan sepse ai fitonte, më pas e justifikuan sepse ai kontrollonte bazën elektorale. Sot shumë prej tyre kanë filluar ta shohin si kërcënim për mbijetesën afatgjatë të partisë, konfliktet e fundit në Kongres, tensionat me senatorët republikanë dhe përplasjet e hapura mbi fondet federale tregojnë diçka më të thellë se sa një debat politik të zakonshëm. Ato tregojnë se establishmenti konservator amerikan po kërkon gradualisht një rrugdalje nga epoka Trump, por ende nuk ka guxim të artikulojë plotësisht. Trump mbetet i fortë në retorik, por gjithnjë dhe më i izoluar në arkitekturën reale të pushtetit. Ai vazhdon të mobilizojë emocionin, por emocioni nuk mjafton për të qeverisur një superfuqi globale në një epokë lufte ekonomike, tensioni me Kinën, krizash energjetike dhe konflikt të zgjatur në Ukrainë. Një pjesë e rëndësishme e elitës amerikane e kupton se politika e improvizimit permanent dhe hakmarrjes personale nuk mund të jetë strategjia afatgjatë për perandorinë amerikane. SBA nuk është vetëm një shtet, ajo është një sistem aleancash, financash, diplomacie dhe stabiliteti global. Çdo figurë që krijon pasiguri të vazhdueshme për këtë sistem, herët ose vonë përballet me rezistencën e vetë strukturës amerikane. Ironikisht, Trump mund të jetë viktima më e madhe e formulës që vetë ndërtoi. Ai krijoi një politikë të bazuar mbi konfliktin total, ku nuk ekziston kompromis, ku çdo kritik është tradhtar dhe ku çdo humbje duhet interpretuar si komplot. Por politika e konfliktit absolut ka një problem themelor. Ajo djeg gradualisht edhe aleatët. Sot shumë republikanë nuk kanë më frikë nga demokratët. Ata kanë frikë nga vetë Trump dhe nga paaftësia e partisë për të imagjinuar një të ardhme pas tij. Në aspektin ndërkombëtar, rënia e Trump po shihet me kujdes të jashtëzakonshëm nga Europa, NATO dhe rivalët strategjik të Amerikës. Për aleatët europian, Trump simbolizon pasigurinë strategjike amerikane. Për Rusinë dhe Kinën, ai përfaqëson mundësinë e një Amerike të përçarë dhe të kthyer nga konfliktet e brendshme. Pikërisht për këtë arsye, establishmenti amerikan po lëviz gradualisht drejt një normalizimi të politikës së jashtme dhe të brendshme, edhe nëse kjo ndodh me ritme të ngadalta dhe përmes krizash të kontrolluara. Por fundi i politikës Trump, kurdo që të vijë, nuk do të thotë fundi i trumpizmit. Kjo është pjesa më e rrezikshme për Amerikën. Fenomeni që ai ngriti nuk lidhet vetëm me një individ, lidhet me një krizë më të thellë identitare të shoqërisë amerikane. Zemërimi ndaj elitave, fragmentimi social, lufta kulturore dhe mosbesimi ndaj mediave nuk do të zhduken bashkë me Trump. Megjithatë, historia politike amerikane ka treguar se figurat që ndërtojnë pushtetin mbi personalizimin ekstrem zakonisht lën pas vetes një lëvizje të fragmentuar dhe një parti të raskapitur. Në fund, rënia e Donald Trump mund të mos jetë dramatike në pamje të parë, mund të mos ketë një moment vetëm simbolik, por ajo tashmë ka nisur në heshtje, në korridoret e Kongresit, në lodhjen e aleatëve të tij, në skepticizmin e donatorëve republikanë dhe në frikën e establishmentit se epoka e kaosit permanent po e dëmton vetë projektin amerikan dhe në politik, sidomos në atë amerikane. Në momentin kur sistemi fillon të shohë si barr dhe jo si aset, rënia është vetëm çështje kohe.